unë jam Ana, pas do të shpjegojmë kursin e Alpha Webit. Fillimisht kjo është linku hyrës me emrin e qendrës. Atëherë, për t'ju bërë një hyrje si funksionon programi Alpha Webit, paralelisht ne do të veprojmë sikur se hapim një biznes në kushte fizike, po marr rastin në një supermarketi, siç marrim përsipër krijimin e një biznesi, pra të një supermarketi në të cilin supermarketi përfaqëson ndërmarrjen, artikujt përfaqësojnë hyrjen e mallit, klientët, furnitorët, paralelisht do të veprojmë dhe me programin. Fillimisht kjo është tabela hyrëse e programit Alpha Web, ku zgjedhim një ndërmarrje demo. Ndërmarrja demo përfaqëson një ndërmarrje provë ku ti mund të punosh për t'i bërë të gjitha hapat dhe procedurat e krijimit të programit, që nga krijimi i ndërmarrjes dhe deri në përfundim të saj. Hym tek ndërmarrja demo. Dhe këtu na shfaqen të gjitha fushat e programit. Në këtë krah kemi modulin administrim, ku roli përfaqëson çfarë roli ke ti si në këtë kompani që do çelësh, pra je administrator, je financieri, je pronari. Ktu kemi përdoruesin, pra kush do ta përdori këtë program. Ktu kemi ndërmarrjen, të cilat ne mund të hapim ndërmarrje të formave të ndryshme. Pra mund të hapim një supermarket, mund të hapim dhe qendrën e Station, që është një biznes që ofron shërbim, sepse siç e dim nga ekonomia, në ekonominë e tregut ofrojnë produkte dhe shërbime, pra mund të hapim ndërmarrje produktesh që shesin produkte apo dhe shërbime që ofrojnë shërbime të ndryshme. Tu kemi fushën e kontabilitetit, e cila përmban strukturën e llogarive, siç e dim nga plani kontabël, struktura e llogarive përbohet duke filluar nga klasa 1 deri në klasën 8, ku llogaritë këtu janë të çelura, por gjatë kohës mund të çelim dhe llogari nëse është e nevojshme. Tu kemi llogaritë, fletët kontabël. Çfarë përfaqësojnë fletët kontabël në vetvete? Veprimet që ne nuk mund t'i bëjmë dot në modulet shitje, blerje, arka, banka apo klient furnitor, i bëjmë me flet kontabël. Zakonisht fletët kontabël përdoren për veprime sistemuese. Marrim rastin regjistrimi një fature blerje e ka vetë modulin e regjistrimit të blerjes. Nuk është nevojë të bësh flet kontabël. Gjithsesi, këto janë sa përhyrje, sepse në vazhdimsi do të i shikojmë. Kalojmë nga kontabilitet në inventar. Çfarë përfaqëson moduli inventar? Artikujt, hyrjen e artikujve. Dhe pra sa artikuj kanë hyrë dhe çdo hyrje të reja. Nga ana tjetër kemi dhe daljet. Siç e dim në financë, flet hyrjet përfaqësojnë hyrjet, flet daljet përfaqësojnë daljet. Kemi modulin blerje dhe shitje, ku do të regjistrojmë faturat e blerjeve, faturat e shitjeve, ku respektivisht kur bëjmë faturë blerje çelim furnitor, sepse dihet që malli blet nga një furnitor, dhe kur bëjmë faturë shitje kemi çeljen e klientëve, sepse klientët ndahen në klient komën, që themi klient të përgjithshëm, po kemi dhe klient specifik me cilët ne operojmë. Kemi dhe modulin arka dhe banka, ku këtu çelet arka, banka dhe bëjmë hyrjen dhe daljen e maranga. Moduli amortizim dhe raporte inteligjente, ndim dhe personalizohet, që këto do të përdoren më pak. Si në mënyrë të përmbledhur, ajo që dua të them është se në këtë program më shumë do të përdorni modulin inventar, blerje, shitje, arka dhe banka. Modulet të tjera janë në varësi të situatës që mund t'ju lindi gjatë punës. Këto që i gjetëm në krahun ku unë po citoj me mouse, i kemi dhe në krahun këtu sipër, pra administrim, konfigurime, çelje. Këtu tek çeljet bëjmë çelje të ndryshme, qoftë çelje ndërmarrje, qoftë pika furnizimi, magazina, klient, furnitor, llogari,
Pra, këto që i kishim, këto blerje dhe shitje, për shumë këtu kemi të blerje dhe shitje kemi klient, që ti këtu mund të qelësh klient, gjithashtu qeljen e klientit mund të bësh dhe në këtë modulin. Kemi dhe regjistrimet e blerjeve. Blerjet mund të regjistrojnë nga në krahun këtu që po citoj në mouse, pra blerje, shto blerje, ne do të regjistrojmë faturë blerje, por faturën e blerjes mund të regjistrojmë dhe këtu, blerje, lista e re, lista tregon listën e blerjeve që ke regjistruar, ndërsa e re përfaqëson një regjistrim të ri. Raportet janë ato, si thuash, tregojnë përmbledhjen e veprimeve që ti ke regjistruar. Në qoftë se ti do të shikosh listën e furnitorëve, do ta gjesh tek moduli raporte, apo listën e klientëve, apo kartelën e klientit dhe të furnitorit. Qoftë dhe raporte të ndryshme, si për shembull në modulin inventar ti gjen raporte për gjendjen e magazinës, duke filtruar me data të ndryshme. Pra, ndoshta mund t'ju duket një informacion shumë si them, për momentin një informacion që ju erdhi kështu si i vrullshëm, por kjo ishte thjesht sa për prezantim, për të kuptuar pak a shumë apo për të njohur pak a shumë me modulet e Alphawebit. Po e theksoj edhe një herë që aty ku ju do të fokusoheni dhe që do të punoni në përditshmërinë tuaj janë modulet blerje shitje, inventar, arka dhe banka. Pjesa tjetër janë në varësi të situatave. Tani, për ta bërë më konkrete trajnimin, paralelisht, siç u thash në fillim, do të çelim një ndërmarrje të re në rast të një supermarket, ku do të shikojmë konkretisht si do të veprohet me programin. Shkojmë tek administrim, ndërmarrje. Pra hapi parë që do të bëjmë është krijimi i një ndërmarrjeje. Dëgjojmë apo mos është? Hapi parë që do të bëjmë është krijimi i një ndërmarrjeje. Gjatë gjithë trajnimit mendojeni pjesën si fizikisht ashtu dhe nga ana e programit. Pra fizikisht unë kam hapur një supermarket dhe nga ana e programit pa hap një supermarket. Ndërmarrje. Stop. Marrim rastin supermarket X. Big market. Zgjedhim monedhën, që veprojmë në monedhën lek, zgjedhim vitin. Atëherë këtu ne do të na duhet të zgjedhim vitin 2021, sepse nuk janë të çelura vitet të tjera. Si ndodh çelja e viteve të tjera? Në mbylljen e një viti ushtrimor në Alfa, në fund të vitit kur ti jep mbyll vitin ushtimor, automatikisht çelet vet viti pasardhës, pra 2022-shin. Nëse jep mbyllje 2021-shit, del 2022-shin. Nëse jep mbyllje 2022-shit, hapet 2023-shin. Por pak rëndësi ka pjesa vitit, ideja është për të kuptuar si funksionon. Sa dëgjoj pak larg. Dëgjoj larg. Po pyeti kam kuptuar gjë deri tani apo jo, sa mos. Okej. Këtu kemi licencën. Këtu shënojmë licenca, domethënë, duhet keni parasysh diçka që kur bëjmë çelje të këtij tipi, qoftë ndërmarrje, qoftë klient, furnitor, nuk është e domosdoshme që të jetë i hapur secila, të jetë e plotësuar secila fushë. Ka dhe fusha që ti mund t'i lësh pa plotësuar. Marrim kodin e bëjmë 001 për shembull. Pra mund të ketë dhe fusha që juve nuk i plotësoni me domosdoshmërisht, por regjistrimin e merr. Për shkrimi bëjmë shitje. Shitje të artikujve.
ushqimor. Më fal. Ushqimor. Nip, të vendosim një nip të çfarë doshëm, po themi L 352 741 4 V. L 451 752 5 D. Kodi fiskal, apliko fiskalizim që t'i kemi me TVSH, sepse biznesi është me TVSH, dhe i japim, këtu kemi dhe fushat të tjera, kontaktit, që ti mund t'i vendosësh kontaktin dhe adresën, por jo, nuk është e domosdoshme, dhe nëse nuk i plotësoni këto, domethënë ndërmarrja do të regjistrohet. Vendi Shqipëri, këtu mund vendosni emailin e ndërmarrjes, faksin këtu nuk vendosim gjë, qyteti Durrës, telefon, do themi kod 069 XX dhe vazhdojmë. Kjo është ndërmarrje model, logo ndërmarrje, nëse ndërmarrja juaj ka një logo, mund ta vendosni, por siç e theksova edhe më parë, tek çelja e një ndërmarrjeje nuk janë dhe të domosdoshme plotësimi i secilit prej fushave. I japim ruaj. Apo dëgjoj? S'po marr një feedback. Pyetje një herë. Presim sa të marrë ruaj ndërmarrja dhe në këtë mënyrë hapi parë, pra siç unë në një vend në qytet kam hapur një big market, këtë hapje po bëj edhe në program, sepse duhet të punohet paralelisht me çfarë ndodh fizikisht me atë që ndodh dhe në program. Sa po të na bëhet ruaj ndërmarrja, do të bëjmë çeljen e magazinës, sepse kur unë konsiderojeni sikur ti ke një objekt, të cilin e ke marrë me qera dhe do ta mbushësh me mall. Por si do ta mbushësh? Duke futur mallin në magazin. Dhe në këtë mënyrë, ja, po të shkojmë tek ndërmarrje. Ja ku e kemi dhe ky është pikërisht ndërmarrja demo ose më saktë big marketi i parë që neve hapëm. Klikojmë 2 herë këtu. Këtë dhe mund t'ja ndrojmë, e vendos thjesht emrin. Kemi një dyqan, qoftë si big marketi që kemi, a dëgjojmë të nga shumë? I dëgjojmë shumë atyre? Okay. Pra, si që po të shkojmë tek ndërmarrja, si që shikoni, ndër 4 ndërmarrje demo, një ndër to është dhe shitja artikujve ushqimor. Klikojmë këtu dhe duke klikuar në këtë ndërmarrje, ne automatikisht punojmë vetëm me këtë ndërmarrje. Pra, do të thotë që ne punojmë vetëm me këtë ndërmarrje dhe në këtë ndërmarrje ne tani fillojmë nga puna realisht, duke hapur magazinën. Shkojmë tek magazina, çelje, njësi administrative, kemi pik shitje, pik furnizimi, magazina. Mos u ngatroni me pik shitje dhe pik furnizimi, mjafton të çelni magazinën. Ku konsiston si veprohet me magazinat? Zakonisht në ndërmarrje, në varësi të se si e koncepton vetë financieri, ti mund hapësh magazin qendrore, ku kjo magazin qendrore përfshin të gjithë artikujt, qoftë ato afatgjat dhe ata afatshkurtër. Siç e dim nga ekonomia, artikujt afatgjat janë karrike, tavolina, rafte. Gjithmonë po flas në kushtet e supermarketit, sepse po flasim konkretisht. Pra në momentin që ti hap një supermarket, ke bler kompjuter, ke bler rafte, karrike, tavolina që bëjnë pjesë tek artikujt afatgjat. Dhe ajo që dua të them është se ti zgjedh vetë nëse do të hapësh magazin të artikujve afatgjat dhe magazin veçmas për ushqimet, apo do t'i hapësh në një magazin.
Ajo që do t'ju sugjeroja dhe për lehtësinë tuaj është që ju mund të hapni vetëm një magazinë qendrore. Kjo për arsyen sepse AlphaWebi të lehtëson shumë në çeljen e artikujve. Çdo artikull në AlphaWeb e ka vetë të gatshme skemën e kontabilizimit, që do ta shikojmë në vazhdimsi. Pra nëse ti do çelësh artikuj lapsa, stirolapsa që i ke marrë për përdorimin që të duhen në kompani, ti do të zgjedhësh skemën kancelari dhe çdo artikull, pra çfarë përfaqëson skema e kontabilizimit të artikullit? Një artikull ka llogari shitje, llogari blerje, llogari inventari, çfarë inventari përfaqëson ky? Pra klasa 3, inventari përfaqëson klasën 3, që është inventar mall afat shkurtër apo afat gjatë. Dhe ndryshimi i gjendjes, çfarë përfaqëson ndryshimi i gjendjes? Që hyrja dhe dalja mallit, sa mall ka në fund nga ky artikull, sa gjendje ka në fund nga ky artikull. Për të mos ju shpërqendruar. Ishim tek pika çelja e magazinave dhe thash që një subjekt zgjedh vetë që sa magazina të çeli, sepse ti don ti mbash magazinën e artikujve afat gjatë, do ta mbash veçmas. Magazinën ku fut sheqer, oriz, makarona dhe të gjitha produktet ushqimore mund ta mbash veçmas. Kjo zakonisht është aplikuar në programet e tjera. Por, duke qenë se Alfa e ka të gatshme skemën e kontabilizimit të artikullit, pra ajo që po ju thoja pak më parë, çdo artikull në skemën e tij të kontabilizimit ka llogari shitje, llogari blerje, llogarinë që përfaqëson inventarin, pra klasën 3, dhe llogarinë e ndryshimit të gjendjes. Kjo ndodh për artikujt afat shkurtër, sepse në artikujt afat gjatë janë tjetër kategori, sepse kanë dhe llogari amortizimi dhe bëjnë pjesë në klasën 2. Këto do t'i shikojmë në vazhdimsi. Atëherë, në sugjerimin tim dhe për lehtësinë tuaj, do të çelim një magazinë qendrore. Shkojmë këtu tek çelje, njësia administrative, magazina. Presim që siç e shikoni dhe këtu janë hapur magazina qendrore, por unë do ta hap që ta shikoni ju. Bëjmë shto. Kodi e bëjmë MQ1. Duke qenë se një magazinë qendrore ishte hapur dhe ndoshta nuk na e merr me atë kod, atëherë bëjmë MQ1. Magazina. Ku është zëja këtu? Ku është zëja të kjo? Magazina qendrore 1. Si që a thash dhe pak më parë, mos e mendoni veten që nëse unë nuk plotësoj një fushë këtu se çfarë ndodhi, nuk është problem. Nëse ti nuk vendos numrin e telefonit, po themi, apo nëse nuk vendos emailin. Pak rëndësi ka ideja është të krijosh kodin e magazinës, përshkrimin e magazinës, dhe këtu tek lloji kemi. Po ta vini re, është ajo që ju thash pak më parë. Magazinat ne I hapim për artikuj qarkullues, që janë artikuj afat shkurtër, për artikuj afat gjatë, që janë artikuj karrike, tavolina, dollape, në varësi të biznesit po flasë, dhe për artikuj qarkullues dhe afat gjatë. Nëse ne çekojmë për artikuj qarkullues, ne nuk mund të fusim në këtë magazin artikuj afat gjatë. Sikurse, nëse ne çekojmë artikujt afat gjatë, kjo magazin nuk na merr artikuj qarkullues. Por, nëse ne çekojmë për artikuj qarkullues dhe afat gjatë, dhe për ta bërë më konkrete, rasti I supermarketit, unë duke çekuar këtë artikuj qarkullues dhe afat gjatë, kam të drejtë të bëj hyrje në këtë biznes edhe karrike dhe tavolina dhe rafte dhe kompjuter që bëjnë pjesë në artikuj afat gjatë, sikurse kam të drejtë të bëj hyrje dhe të gjithë artikujt ushqimor, të cilat janë qarkullues, sepse janë mallra konsumi, mallra që qarkullojnë dhe jo që do të rinë afat gjatë. Këtu shënime, nëse doni bëni, nëse doni nuk mund bëni, mos bëni shënime, nuk ka problem. Dega administrative nuk është e nevojshme, adresa, mund ta shkruajmë durrës, mund edhe mos ta shkruajmë. Pra janë gjëra që tipi magazinës warehouse. Çfarë përfaqëson warehouse-i? Warehouse-i zakonisht përdoret në kompani të mëdha, të tipit qoftë edhe supermarket, sepse warehouse-i të tregon ty të orienton direkt me
me gjendjen e artikullit. Pra ku ndodhet ky artikull? Unë dhe zëm jam një klient i ri, hy në një supermarket të ri. Dua të marr një X artikull. Unë nuk mund t'i bëj qark i gjithë supermarketit, sepse dhe kohën e kemi të limituar. Unë dua të orientohem dhe të di që ky artikull që unë po kërkoj, pra unë nuk mund të shkoj tek rafti i sheqer, oriz, makarona për të bler detergjent. Ky është koncepti warehouse-it, të orientoj klientin se ku mund të gjej këtë artikull. Edhe këtu mund të zgjedhim prapë qytetin Durrës dhe japim ruaj. Data. Ku e kam këtu datën? Se më merr 2023. Atëherë, po ta shikoni, tani na e mori ruajtja përfundoi me sukses, sepse ajo që thash që në fillim që 2023 nuk është i hapur si vit fiskal në Alpha Web dhe prandaj nuk e merrte dhe magazinën. Pra, ne hapëm magazinën qendrore 1, që do të thotë në këtë magazin jemi gati të fusim qoftë artikuj afatgjat, qoftë artikuj afatshkurtër. Një ndërprerje për të parë nëse janë të qartë deri tani, apo ku kanë paqartësi? Një sekundë. Deri tani jam të qartë me shpjegimin, ndoshta zëri. Paralelisht me supermarketin. Atëherë, unë ndërtesën e mora. Do blej dhe raftet dhe tavolina dhe karrike, do fus dhe artikujt. Por, fillimisht, unë këto artikuj që po i blej, dihet që do t'i blej nga një furnitor, pra nuk mund t'i merri nga një X vend dhe futi, pra dihet që to do bëhen me fatura blerje. Dhe çfarë do të bëjmë? Duke qenë se mallra do blehen me faturë blerje, unë mallin do ta marr nga një furnitor i caktuar. Atëherë unë do të çel furnitor. Ktu dhe kemi të furnitor të çelur, por për ta kuptuar juve çeljen e furnitorit. Atëherë unë do të çel 2 furnitor. Një furnitor tek i cili ne kemi marrë karrike, tavolina dhe rafte, dhe një furnitor ku ne marrim këto ushqime, detergjent, se nuk do të çelim me qindra artikuj, mjafton 10 artikuj apo 5 artikuj për të kuptuar ju se si funksionon. Dhe pasi të çelim furnitorin, do të çelim faturën e blerjes. Një lehtësi tjetër që ju krijon juve Alpha Webi është që kur ti merr mallin, pra kur bën faturën e blerjes, ne çekojmë dhe hyrje në magazin. Pra, malli bëhet automatikisht hyrje në magazin. Gjë që në programet e tjera ndodh që fillimisht do bësh mallin hyrje, pastaj do regjistrosh faturën e blerjes, pra me 2 hapa. Ndërkohë në Alpha Web e keni shumë të shkurtuar. Konkretisht, marrim dhe çelim një furnitor, siç dihet nga plani kontabël, për ta bërë dhe më konkret. Në strukturën e llogarive, klienti dhe furnitori bëjnë pjesë në klasën 4. Atëherë shkojmë tu te klasa 4. Shikojmë. Mund ta bëjmë dhe me kërkim, por megjithatë, për të mos u marrë shumë kohë me këtë, shkojmë tek çelje. Klient furnitor. Furnitori ka llogarin 401, klienti ka llogarin 411. Atëherë shkojmë këtu, çelje furnitor. Siç e shikoni këtu, ja po ju tregoj këtu janë shumë furnitorë të çelur. Përpara se të çelim ne furnitorin ton, po shikojmë një furnitor këtu, Anton Lula. Çfarë ka në këtë? F002 është kodi furnitorit. Këtë
kodin e furnitorit ju mund ta çelni si ta konceptoni ju sipas dëshirës tuaj. Ka financier që e bëjnë për shembull F1, F2, F3 dhe të shkojnë deri te F1000, sikur të kesh maksimum 1000 furnitor. Ka financier që e bëjnë F0001, F0002 derisa të shkojnë te furnitor 1000, gjë që s'para ndodh të kesh 1000 furnitor, por për të qenë brenda. Edhe shkruajmë këtu kodi furnitorit, çfarë është ky, është kompani, është individ, person fizik, SHPK, institucion buxhetor apo një klient i rastësishëm. Zakonisht për klientët e rastësishëm përdoret termi klient, si themi ne, klient popull. Pra, klienti popull është që si të shkojmë ne nëpër dyqane dhe na presin kupon fiskal me duke zgjedhur po themi kë nishi. Kë nishi përfaqëson gjithë klientin popull. Këtu kemi kodin postar që nuk është e nevojshme ta plotësojmë, emërtimi, NIP nuk plotësojmë sepse ky është një person i thjeshtë. Te kontabilitet po ta shikoni kemi llogarin 401.1. 401.1. Edhe këtu zakonisht më përpara veprohej në këtë mënyrë që çdo emër furnitori kishte edhe kodin e vet. Po kjo nuk është se të prish punë, pra varet si e koncepton çdo financier në metodën e punës së tij. Zakonisht I fusim të gjithë te 401-shi. Për të qenë më e qartë, për shembull, Ana e ka kodin 401.001. Beni e ka kodin 401.002. Alma e ka kodin 401.003. Dhe ajo që dua të them është që nuk është e nevojshme të bësh gjithë këtë për çdo furnitor të cilësh nga një kod. Mjafton që gjithë furnitorët, sepse furnitori do dallohet nga informacionet e tij, pra nëse është biznes do I vendosim NIP-tin, nëse është person fizik thjesht do t'i vendosim emrin, dallohet nga numri I telefonit, dallohet nga adresa, nuk është e nevojshme që për çdo furnitor që ne çelim të bëjmë dhe një nën llogari, sepse në vetvete llogaria 401 është llogari prind. 401.001 është fëmia, 401.002 është fëmia tjetër, pra janë apo si mund ta quajmë 401 është trungu I pemës, kurse 401.001, 002, 003 në vazhdimsi janë gjethet. Ku në vetvete ky po furnitor është, nuk është nevoja që ta çelësh. Jeni qartë te kjo pjesa? Dua një feedback për këtë pjesën që po shpjegoja në lidhje me llogarinë për furnitorin. Okej. Regjistrime. Edhe këtu nuk është e nevojshme që këtë edhe mund të mos I plotësoni fare, arka dhe banka dhe këto nuk janë. Pra, kur ne çelim një furnitor, mjafton tek faqja informacion. Mos u friksoni që do çel furnitorin dhe do shkoj te të pesta këto fushat. E përgjithshme tregon sa furnitor janë çelur. Informacioni thjesht do japësh kodin e furnitorit, emrin, çfarë është kompania apo çfarë. Dhe kontabilitet, kjo është e rëndësishme sepse nëse nuk zgjedh kodin e furnitorit nuk çelet, ndërsa regjistrime, arka banka dhe fusha shtesë nuk janë të domosdoshme për tu plotësuar. Atëherë bëjmë konkretisht, çelim një furnitor. Ajo që thash pak më parë është që ne do çelim një furnitor për big marketin, sepse ne jemi po te big marketi për ta bërë konkrete, do të çelim një furnitor I cili do të na furnizojë neve me karrike dhe tavolina. Në dijenin time, për shembull në autostradën Durrës-Tiranë është një kompani me shkurti, mos gaboj, që shet të tilla pajisje, pra rafte, karrike, tavolina, që ndihmon në furnizimin e bizneseve me artikuj afat gjatë. Shkojmë tek shto, gjithmonë tek shto. F002, atëherë shkojmë tek F00, m'falni, për ta bërë më të lehtë këtë, se ndoshta nuk na e merr, shkojmë prapë tek furnitor dhe do shikojmë cili është kodi I fundit që është çelur. Atëherë nga këtu unë kuptoj, këtu do bëni kërkim automatik, jo manual. Dhe në këtë mënyrë ne shohim cili është kodi I fundit. Pra, ne nuk mund të çelim prap një furnitor me F014, sepse F014 është e çelur, dhe që ne të sigurohemi që kush është kodi I fundit,
Mua këtu më jepet opsioni që mund të çel furnitore me F0002, sepse nuk e kam 002-shin këtu, ose mund të vazhdoj me furnitor të tipit F015, F016, është ajo që thash në fillim të çeljes së furnitorëve. Varet si e konceptoni juve çeljen e furnitorit, si doni ju t'ja vendosni kodin. Atëherë shkojmë tek shto dhe bëjmë F0. Pra mua më jepet opsioni ose të vazhdoj me 003 ose me 015. Po vazhdoj me F015. Emërtimi i furnitorit me shkurti SHPK. Vendosim NIPT-in këtu. NIPT-in e vendos këtu sepse kur ti të regjistrosh faturën e blerjes, do ta plotësosh NIPT-in. Dhe nëse e vendos që në çeljen e furnitorit, ajo ta merr automatikisht. Kështu që po vendosim një NIPT këtu. K230, 532, 874, 5D. Këto po i themi kod. Prapë dhe theksoj që jo çdo fushë është e domosdoshme për tu, se nëse ne do rrim të plotësojmë gjithë to fushat, atëherë na merr kohë. Ndërkohë që një financier ka aq shumë punë sa që nuk mund të rridhet të merret me detaje me këto gjëra. Kështu që nëse ti plotëson vetëm kodin e furnitorit, çfarë është? Është kompani, person fizik, klient i rastësishëm, institucion buxhetor apo SHPK? Zgjedhim SHPK, emri i kërkimit. Çfarë ndodh që po themi një kompani ka dy financier, edhe e kërkon furnitorin me emër tjetër, pra me shkurtin mund ta ketë çel me emër tjetër. Në këtë rast neve duhet që me shkurtin një është. Ose si të themi, po ta bëjmë më të thjeshtë. Ti mund të çelësh një furnitor me emrin Arben. E kërkon aty dhe nuk ka shanse që mos të dali, po gjithsesi emrin e kërkimit e bën më të shkurtër, e bën Beni për shembull. Ose Agim, emri i furnitorit, dhe e bën Gimi, emrin e kërkimit, që ta kesh më të thjeshtë. Por kjo nuk e pse ngatrohesh dhe s'ke pse i vendos dy emra, kur fare mirë. Një emër ka subjekti, një emër ka personi dhe vendosi emrin që ka. Qoftë tek emri i emërtimit, pra që është emri fillestar, qoftë te emri i klientit. Emri i kërkimit, pra me çfarë emri do ta kërkosh. Këtu, siç e thash, nuk është nevoja tani që për çdo furnitor ne të plotësojmë shtetin, megjithatë numrin e telefonit e plotëson për lehtësinë tënde, 069 XXX, vazhdojmë dhe këtu. E plotëson sepse gjatë punës ty të lind një çështje, ku ta diun, në varësi të situatës. Ti mendon që ke rakorduar me këtë furnitorin, ndërkohë që apo furnitori mendon që ti je okay, pra marrëdhënia klient-furnitor midis jush. Ti ndërkohë ke diçka për të sqaruar, ai furnitorit ka furnizuar një herë dhe ka ikur. Si do ta kontaktosh? Atëherë e vendos numrin e telefonit tek që kur e çel dhe tak i telefonon dhe zgjedh çdo lloj çështje që mund të kesh. Qyteti nuk është dhe aq me rëndësi. Thash, këto janë në varësi të dëshirës tuaj. Shkojmë te kontabilitet dhe zgjedhim llogarin. Ja ku kemi tu planin kontabël. Tu kemi tek plani kontabël kemi furnitor për mallra, produkte dhe shërbime. Furnitor për mallra, produkte dhe shërbime në lek. Furnitor për mallra dhe produkte dhe shërbime në euro, në dollar, në pound. Ne zakonisht veprojmë, pra biznesi vepron dhe me furnitor të brendshëm dhe me furnitor të jashtëm. Në varësi të situatës mund ta çekoni furnitor në lek apo furnitor në euro. Zakonisht furnitorët për në euro zgjidhen për blerjet që bëjmë nga importi, që do t'i shikojmë në seancën në radhës, pra regjistrimet e blerjeve, sepse sot do të fokusohemi tek çeljet, pra sot po krijojmë ndërmarrjen. Atëherë kemi furnitor për mallra, produkte dhe shërbime në lek. Japim zgjidh. Këtu, siç e thash, nuk është e nevojshme që t'i plotësojmë këto, arka banka, fusha shtesë dhe japim ruaj. Siç e shikoni, nëse ne do të rrim vetëm me një furnitor, të plotësojmë gjithë këto fusha. Këtu është e rëndësishme, s'diskutohet. Nëse do të plotësojmë gjithë këto fusha, i bie që neve na haj kohë çelja e një furnitori, në thonjza kot, asgjë nuk është kot, po na haj kohë kur ne mund çelim ndërkohë dhe shumë furnitorë të tjerë.
I japim ruaj. Shkojmë dhe shikojmë nëse e kemi qelur në rregull këtë furnitor, shkojmë prapë tek qelje, klient furnitor, furnitor. Me kërkim automatik, si do ta kërkojmë? Duke punuar ti e mban në mendje që me çfarë kodi e çelon këtë furnitorin me F015. Atëherë hajde se po e kërkojmë me F015. Dhe ja ku doli me shkurti. Por ti mund ta kërkosh dhe nëse s'ja mban mend kodin do ta kërkosh dhe me emër. Dhe shkon këtu me shkurti. Dhe jemi të qartë që ne kemi çelur një furnitor, prej të cilit ne do bëjmë blerje të artikujve afatgjat. Po bëj dhe çeljen e një furnitori për artikujt afatshkurtër dhe pastaj do të fillojmë me çeljen e artikujve. I kthehem prap pikës që kemi ndërtesën që e kemi marrë me qira apo e kemi blerë pak rëndësi ka. Do e fusim mall se ndërtesa për momentin është bosh dhe do fusim mall afatgjat, mall afatshkurtër. Por që të fusim mallin duhet kemi një vend ku ta vendosim të mall dhe bëm çeljen e magazinës për artikujt afatgjat, për artikujt afatshkurtër. Dhe po çel dhe dy furnitorë për artikujt afatgjat dhe për artikujt afatshkurtër. Çelim dhe një furnitor afatshkurtër, prap. I japim këtu shto. Tani unë e kam mbajtur në mend që ishte F015 apo dhe nëse nuk e mban mend, do shikosh më të fundin, gjithmonë këtu tek automatiku. Gjithmonë te automatiku. I japim shto. Bëjmë F016. Emërtimi Artan X. Po theni kod se s'po më vjen ndërmend një mbi emër tani. Këto nuk është në këtë rast po ju tregoj rastin se sa shpejt e çel një furnitor, pa që nevoja që t'i plotësojmë gjithë këto fushat. Kontabilitet 401 Këtu nuk është e nevojshme dhe japim ruaj. Dhe në kaq lehtësi, në punë 2 sekonda, ti e ke çelur furnitorin dhe për ta vërtetuar këtë, shkojmë tek klient furnitor, tek furnitori. Dhe shkojmë tek Artan X. Ja ku na doli dhe Artani. Dhe besoj që deri këtu jemi të qartë. Tani do të çelim artikujt. Artikujt që unë ose më saktë, nëse unë shkoj dhe bëj faturë blerje tani, shto blerje. Atëherë po ju njoh pak shkurtimisht me faturën e blerjes. Dhe nga ky rast do të kuptoni fare mirë që unë pa pasur artikuj nuk kam se si bëj hyrje. Dhe ku e kemi faturën e blerjes. Faturat e blerjes ndahen në faturë blerje, urdhër blerje, ofertë blerje, kërkesë blerje. Zakonisht këto urdhër blerje, urdhër xhirime, kërkesa blerje përdoren në institucionet buxhetore ku kanë specifikat të tjera. Në subjekte tregtare e keni shumë të thjesht faturë blerje. Por çfarë ka fatura blerjes tek magazina? Kemi FB magazin, FBT, faturë blerje pa artikuj, kemi dhe FB. Fatura blerjes ndahet pra, më falni këtu. Kjo fatura blerjes përbëhet nga 2 deg, nga faturë blerje me hyrje në magazin dhe faturë blerje pa artikuj. Do thoni ju çfarë janë faturat e blerjes pa artikuj? Ne dim që në ekonomi, në përditshmërinë tonë blejmë dhe mallra dhe shërbime. Dhe në momentin që ne blejmë artikuj, do të çekojmë FB magazin, sepse nëse ti nuk çekon FB magazin, si do hyjë malli në magazin. Nëse ne çekojmë FB pa artikuj, do të thotë që ne kemi blerë një shërbim. Çfarë është një shërbim? Në një kompani, unë nuk bëj vetëm veprimtari të tipit që të fus mall për të shitur. Kam dhe shpenzime të mia si biznes. Pra kemi pagesa energji, ujë, shërbime interneti, që nuk janë artikuj, janë shërbime. Pra energjia nuk është se ti po prek artikull që e ke në dorë dhe po e shet, apo e ke bler dhe e ke në dorë si artikull. Është shërbim, ty po të ofrohet shërbimi i energjisë elektrike, apo ty po të ofrohet furnizimi me ujë. Tu do të zgjedhim furnitorin dhe pastaj do të fillojmë. Për shembull, marrim rastin nëse unë çekoj këtu faturë blerje pa artikull,
Shife si më shkon direkt në llogari, sepse shërbimet blehen me llogari. Kurse në momentin që unë çekoj faturë blerje magazin, unë kam çekuar këtu artikull dhe llogari, por kur unë bëj hyrje malli në magazin, do të çekoj artikull. Këtu do të na ndali lista artikujve, si në këtë rast, që këto kanë qenë të çelura, ne do t'i çelim tani 2-3 artikuj bashk. Zgjedhim më që magazinën qendrore, ku nëse e mbani mend, magazina qendrore përfaqëson pra që ne të fusim dhe sheqer, oriz, makarona, detergjent, produkte Bylmeti që përmban supermarketi, po do fusim dhe raftet, kompjuterin që do t'i çelim. Dhe kalojmë në çeljen e artikujve. Ku dallojnë artikujt afat shkurtër nga ato afat gjatë? Gjithmonë diferenca kryesore është amortizimi. Pra një artikull afat shkurtër, po themi orizi, që është artikull qarkullues, ka datë skadence, po nuk ka amortizim. Pra, sepse normalisht këtu trajnimi po bëhet me studentë që kanë mbaruar financë dhe kanë fare mirë të qartë ku dallon amortizimi nga skadenca apo nga gjithsesi në një informacion për ju, po themi, kur të punoni mund t'ju bjerë të punoni në institucione si financiare apo në subjekte tregtare, gjithmonë në lidhje me kategorizimin e këtyre artikujve, pra nëse është afat gjatë apo afat shkurtër, pavarësisht se ne arrim ta dallojmë me syrin e parë, pra me një shikim, sepse unë nuk mund ta fus karriken dhe tavolinën në artikull afat shkurtër, gjithmonë do të keni parasysh është një udhëzim i 30, e kërkoni dhe në internet këtë, udhëzimi 30 që ka të bëjë mbi menaxhimin e aktiveve afat gjata dhe atyre afat shkurtra. Ti për shembull blen një makinë llogaritse për nevojat të institucionit apo për nevojat të biznesit ku ti punon. Dhe thua si do ta vendosë unë, afat shkurtër apo afat gjatë. Pika parë është që ajo ndahet nga vlera e blerjes. Pra është një tarif, nëse e kalon 10.000 lekshin, 10.000 lekë të reja, atëherë ai ndahet, shkon për artikull afat gjatë. Pra janë disa specifika në atë udhëzim, ju cilin ju ndihmojnë, sepse dihet që në financë nuk ecet me mendje, po ecet me dokumenta, me ligje dhe me rregulla. Atëherë, si fillim, për të hyrë juve në atë thojza në botën e çeljes së artikujve, po çel një artikull afat shkurtër dhe pastaj kalojmë tek ai afat gjatë ku të shohim specifikat. Çelja artikujve kemi artikuj dhe artikuj afat gjatë. To atributet janë, nëse ti do në çelës njësi matse, grupe artikujsh, për shembull grupe artikujsh, ti sheqerin dhe orizin do i fusësh te grupi artikujve ushqimore të përditshme. Rigon, piper, çfarë janë këto erzat e tjera do i fusësh në grupin e artikujve erza, por nuk është ajo që ju thash tek pjesa e furnitorit dhe tek klientit, jo domosdoshmërisht duhet i bëni këto, si themi, me se s'bën, nuk është e domosdoshme, domethënë. Çelja e një artikulli, shkojmë dhe njërë çelje, artikull, sa të na hapet faqa. Si që shikoni këtu kemi plot artikuj, shkojmë këtu dhe bëjmë shto. Gjithmonë me shto. Dhe tek çelja e artikujve, si që thash, si që vepruam tek çelja e furnitorit, që shikonim kodin e fundit, edhe këtu tek artikuj do shikojmë kodin. Shkojmë tek çelja artikuj. Sepse nuk mund çelim të njëjtin artikull me të njëjtin kod. Po ta shikojmë tu kemi 001, 2, 3, 4, atëherë unë do të vazhdoj me 0005-ën. Për shembull, mënyra se si unë punoj, nuk është se i vendos këtu, siç kanë thënë këto frigorifer Samsung, ti vësh FR përpara. Jo, vepro në këtë mënyrë. Me 001, pra 401, e deri në të fundit ti mund të çelësh deri në 10.000 artikuj. Nëse do mund të shtosh dhe një 0 tjetër, e çon deri në 100.000 artikuj, pra numri i fundit shkon në 100.000 artikuj. Kështu që unë zgjedh të veproj me 4 0 dhe 5 në fund.
Sepse nëse do të çekoja 404 nuk do të më merrte sepse do të ishte kodi i artikullit i duplikuar. Këtu po bëj oriz. Po pra do të çel disa artikuj ushqimor që unë do t'i bëj hyrje në supermarketin që unë kam hapur. Oriz. Përshkrimi numër 2 nuk është i nevojshëm përshkrimi numër 2 as origjina e mallit, pra theksoj është ajo që thash qoftë tek klienti tek furnitori që nuk është e domosdoshme të plotësohen gjitha fushat. Tek inventar, këtë do ta lini kështu siç është sepse e ka çekuar vet Alfa që është metodë mesatare në të cilën merret parasysh hyrjet dhe më pas daljet. Metoda e kostos mesatare është që në fund të vitit të bën një përllogaritje mesatare të artikujve për sa i përket kostove të tyre. Pra me çfarë për ta bërë më konkrete, për shembull, në janar orizi ka hyrë me kosto 5 lek. Pra kosto dihet që është që nga prodhimi dhe deri në magazinim. Pra kjo përfaqëson koston. Shtuar këtu dhe çmimin, del artikulli me çmim për të shitur. Dhe metoda e kostos mesatare ka të bëjë me këtë gjë, që sa ka qenë kosto e blerjes së këtij orizi nga janari në dhjetor dhe përdoret kosto mesatare. Në janar ti mund ta kesh bler me 5 lek, në shkurt me 6, në mars me 10 lek, në prill me 12. Vjen në qershori e blen prap nga 12 e blen me 7. Vjen gushti shtatori tetori e blen me kosto 8 lek. Pra, kemi ulje dhe ngritje të kostove. Sepse ti nuk mund ta blesh një artikull me të njëjtën kosto për gjatë gjithë muajve. Dhe si përfundim kjo nxjerr koston mesatare. Prandaj këtu gjithmonë çekoni metodën e kostos, jo mesatare sipas dokumentave progresive FIFO. FIFO janë first in, first out. Por do të zgjidhni këtë mesataren. Kontabilitet. Këtu tani dua të ndalem pak që e keni shumë të lehtë për çeljen e artikujve, sepse po ta shikoni këtë skemën këtu, pra në çdo artikull, po ta shikoni këtë skemën këtu, siç u thash pak më parë që çdo artikull ka skemën e vet të kontabilizimit, llogari blerje, llogari shitje, llogari inventari dhe llogari tek të tretët, pra si e kemi blerën e këtë për furnitorin. Këto skemat i keni shumë të thjeshta dhe ju ndihmojnë shumë. Kemi materiale të para, kemi materiale të tjera, amballazh, inventari i imët, mallra, materiale ndihmëse, lëndë djegëse. Për shembull, çfarë përfaqëson lënda djegëse? Nëse unë në një kompani ku punoj, blej naftë, unë do ta çel artikullin e naftës, sepse do ta bëj hyrje sa naftë kam bler dhe do ta bëj dalje sa naftë kam konsumuar. Po përpara se të bëj këto veprime, duhet që të çel artikullin dhe unë nuk mund ta çel naftën tek materialet të para, por direkt tek lëndë djegëse. Inventari imët, kemi inventare të imta këtu dhe të gjitha këto skemat janë vetëm për artikujt afatshkurtër, ndërkohë që tek artikujt afatgjatë do ta shikojmë që ka skema të tjera. Në programet e tjera të financës ti je i detyruar që kur ta çelësh artikullin t'ia bësh vetë skemën e kontabilizimit, ndërkohë që në Alfa kjo është një lehtësi shumë e madhe, sepse sado që ti ta dish planin kontabël, i cili nuk mund të mësohet përmendësh me një herë, mësohet gjatë punës, gjatë eksperiencës, që ti si person, si financier fikson llogarit, këtu në këtë rast ti e ke shumë të qartë se kë ke inventar të imët. Unë zgjedh që këtu të zgjedh më të materialet të tjera, material konsumi, sepse vetë llogaria 312 përfaqëson materialin e konsumit. I jap zgjidh këtu. Regjistrime, cop, njësia mace, tu zgjedhim që orizin do ta fusësh me pako, me kile, me cop, metra katror, pra këto janë njësit në varësi në varësi të produktit, sepse çdo produkt ka njësinë e tij. Dhe këtu zgjedhim me pako. Pra ti ke bërë hyrje, kaq pako oriz. Tu zgjedhim dhe fushat shtesë, çmimet.
tutet çmimet nuk ka nevojë që të shtyp një gjë. Pra, të rikthehemi edhe një herë tek informacioni. Do vendosësh kodin e artikullit për shkrimi, oriz të uta për shembull, po themi kod, se kemi dhe oriz të tjerë. Tek inventari nuk do të çekoni gjë sepse është vetë e çekuar dhe te kontabilitet do të fokusoni tek skema. Te kontabilitet do të fokusoni më së shumti tek skema e artikullit. Që siç e pam, këtu kemi materiale të tjera. I japim ruaj. Më falni se duhet këtu nivel të vëshoja 20%. Pra alfa ka dhe këtë gjën tjetër, në momenti që ti për një çast mund të harrosh se nëse ke lënë diçka pa çekuar, ta tregon vetë se çfarë ke lënë pa çekuar. Një lehtësi tjetër që të ofron alfa, jo vetëm në çeljen e artikujve, por në çfarëdo lloj regjistrimi që bën, është klonimi. Çfarë është në vetvete klonimi? Siç çela unë tani artikullin oriz, unë dua të çel sheqerin dhe nuk kam nevojë dhe të shkoj të bëj ndryshimin të bëj zgjedhjen e skemës së kontabilizimit, thjesht i ndryshoj përshkrimin. Shkojmë këtu te çelje artikuj. Klonimi është për shembull një lehtësi tjetër për klonimin është regjistrimi i faturave të energjisë elektrike që ne do bëjmë gjatë gjithë muajve. Viti ushtrimor apo i aktivitetit është e zëm se ti e ke hapur në janar supermarketin, do veprosh deri në dhjetor dhe në vazhdimsi. Por nga janari në dhjetor ti do të regjistrosh faturat të energjisë elektrike. Dhe satërisht i bësh regjistrim çdo muaj nga e para, shkon dhe gjen faturën që ishe dhe i bën klono. Dhe thjesht do ndryshosh vlerën, sepse dihet që vlera e shërbimit është e ndryshme nga muaj në muaj, do të ndryshosh dhe datën. Në rastin tjetër, nëse ti do të regjistrosh nga e para, për çdo muaj do të haj pak më shumë kohë, sepse do shkosh, do zgjedhësh prap furnitorin, do bësh përshkrimin etj. Ndërkohë që këtu pra klonimi në vetvete të shkurton kohë. Në rast klonimi unë dua të bëj për ju tani që ta kuptoni më mirë, nga oriz do të çel detergjent. Shkoj tek orizi. Më fal, se s'del këtu artikulli. Çeli artikull. Oriz të uta, ja ku doli orizi që ne çelëm pak më përpara, sepse pa dashje shpare kërkova me përshkrim te kodi. Oriz të uta, e hap këtë unë, duke klikuar 2 herë, double click, dhe shkoj dhe i bëj klono. Duke klonuar, ti shkon me 007, direkt e bën detergjent. Pra ti po çel artikullin tjetër detergjent. Dhe nuk ke nevojë, unë nuk do shkoj fare tek fushat e tjera, do jap direkt të ruaj, sepse fushat e tjera unë i kam të çekuara nga çelja e orizit, duke qenë se këto artikuj që unë po çel tani, detergjent, sheqer, oriz, makarona, erza, kam të njëjtën skemë kontabilizimi. Dhe pse duhet më marri mua kohë të shkoj tek inventar, tek kontabilitet, të çekoj gjitha këto me radhë, ku fare mirë shkoj tek artikulli dhe ja ku do ta shihni që artikulli tani është i çelur me po të njëjtën skemë kontabilizimi dhe me pako. Detergjentët i futa me pako. Mund t'i kishim çekuar me cop, por në qoftë se ti don mund t'i ndryshojmë. Detergjent. Ja ku jemi ke detergjent, me 2 klikime e hapim. Këtu e bëm me pako neve. Por dhe ti kujtohesh që detergjentët jo, i dua me cop. Okej, shko kliko cop dhe jepi ruaj. Dhe prap do ta marri. Ja ku shkojmë prap te detergjent. E shikojmë për të siguruar nëse na e ka marrë njësinë apo jo. Dhe bëjmë me cop. Pra, orizin e kishim me pako, këto do ta bëjmë me cop. Bëjmë dhe një rast tjetër klonimi. Çelje artikuj dhe
Me kaq mendoj që është e qartë çeli artikuj afat shkurtër sepse do kalojmë tek ato afat gjatë pastaj. Ja ku jemi te detergjent. Prap do t'jap klono, tani do çel 007-ën. Nuk shkoj fare tek fushat e tjera sepse kanë të njëjtin skem kontabilizimi, kosto mesatare është e njëjtë për secilën. Tek fusha shtesë apo te çmimet e nuk prekem se nuk i plotësojmë gjitha fushat, nuk është e nevojshme. Dhe do të çelim po themi produkt mbylmetor djathin. Djath. Sepse dihet që supermarketi ofron produkte të shumëllojshme. Por çfarë bëj tek djathi? Shkoj vetëm ndryshoj njësinë matse, se djathi nuk është me copë, por është me kilogram. Dhe japim ruaj. Ekziston një artikuj me këtë kod. Okej, bëjmë 008-ën. Po transferohet, zakonisht nëse ju del kjo, dihet që për pak do ta marri veprimin, se nuk ka se si të ndodhi. Japim ruaj. Ruajtja përfundoi me sukses. I rikthehemi pak çështjes ku ishim. Pasi unë çela 2 furnitorë për artikuj afat gjatë dhe afat shkurtër, mua më linte drejta që të bëj një faturë blerje me këto 3 artikuj, por tek cili furnitor, jo tek me shkurti, sepse atë e zgjodhëm për artikujt afat gjatë, por tek ai Artan X që vendosa. Përpara se të kalojmë tek regjistrimi i blerjeve, bëjmë dhe çeljen e artikujve afat gjatë, ku do të shikoni ato specifikat. U bën një orë, ndoshta duam ndonjë pyetje, ndonjë gjë? U bën një orë, them që po bëjmë. Ka ndonjë pyetje, ndonjë gjë, ndonjë 5 minutë? Mund të pyesësh. Zhurmë, thotë kjo, shumë. Thotë mëse mund të shpjegosh edhe një ndryshimin e afat gjatë në afat shkurtër vetëm me shumë. Me shumat. Ajo nuk është, po. I rikthehemi artikujve afat gjatë dhe afat shkurtër. Unë ju thash që për lehtësinë tuaj, po themi, ti je një financier i ri sa ke dal nga banka të shkollës. Çdo secili nga ne ka filluar diku për herë të parë dhe me punën është perfeksionuar. Të vjen një mall në biznes. Pra, ai ka bler dhe marrim rastin e supermarketit. Ti je një financier i ri, të ka marrë, po themi, xhaxha jot, je studente, të ka marrë dhe të ka besuar punën. Të erdhi malli konkret në magazin. Ai të ka sjell ty dhe makina llogaritse dhe kompjutra, po të ka sjell dhe produktet ushqimore. Qa je ti përpara këtij fakti dhe je ti ajo që do japësh drejtim që si do ta çel këtë artikullun, afat shkurtër apo afat gjatë. Artikujt afat shkurtër janë artikuj qarkullues, pra që nuk qëndrojnë gjatë në një biznes. Artikujt afat gjatë janë artikujt që janë pjesë e investimit të biznesit. Investim në ç'kuptim, ti nuk mund të punosh pa pas kompjuter, apo pa patur rafte, pa patur një karrike ku tulesh dhe pa patur një tavolinë. Artikujin afat gjatë ti nuk do ta shesësh, e ke për përdorimin tënd, është pjesë e investimit tënd. Dhe ndryshimi midis afat shkurtër dhe afat gjatit është norma e amortizimit. Nëse ti sot ke hapur supermarketin dhe ke futur 5 rafte apo 10 rafte, këto rafte me kalimin e kohës amortizohen, prishen, dëmtohen dhe ka një normë amortizimi për këto artikuj. Pra, dallimi bëhet dhe nga vlera. Dhe ju shpjegova, kemi atë udhëzimin, është një udhëzimi 30 për menaxhimin e aktiveve, qoftë në sektorin publik, qoftë në biznes, që ti të erdhi një mall, do ta shikosh dhe nga vlera, përveç se do ta kuptosh që, domethënë, nëse ty të vjen makina llogaritse, po flasim kështu hapur, nëse ty të vjen makina llogaritse, ti nuk do ta shesësh këtë makinën se nuk e ke
për ta tregtuar për klientët, e ke për veten tënde, për të punuar për veten tënde në kompani. Në qoftë se ti do ta në supermarketin tënd ke edhe një sektor ku shet kancelari, normalisht që këto do ta kategorizosh pastaj në sektorin e artikujve qarkullues, se nuk do ta mbash ti këtë makinë llogaritse në supermarketin tënd. Ti do ta shesësh për klientin, ndërsa për bilancin e kompanisë tënde, për aktivitetin tënd do ta kategorizosh në artikull afatgjat. Zakonisht këto futen, po themi, makina llogaritse nuk bën më shumë se 10.000 lekë të vjetra dhe do e fusësh si aktiv qarkullues për llogaritë të biznesit tënd. Edhe një herë, të gjitha objektet apo aktivet që ti i ke pjesë të biznesit tënd, të cilat të ndihmojnë ty apo të shërbejnë ty për zhvillimin e biznesit, për krijimin dhe për vazhdimsinë e aktivitetit, i ke si artikuj afatgjat në biznesin tënd. Ndërsa artikujt afatshkurtër janë ato qarkullues. Pra kemi një makinë llogaritse, po marrim rastin. Nëse që ti do ta çelësh si artikull afatshkurtër për shitje te klienti, se do ta bësh dalje nga magazina, nuk e ke gjendje për ta mbajtur gjatë magazin. Po nga ana tjetër e ke dhe si artikull qarkullues dhe për veten tënde, sepse ti ajo makina nuk do rrojë 5 vjet. Ajo futet në llogarinë 327 që quhen objekte inventare, nuk mbahet amortizim për makinën llogaritse. Nga ana tjetër, po marr një mobileri. Mobileria ka makineri, ka tavolina ku ti punon, ka karrike, nga ana tjetër ti edhe shet karrike, tavolina e kështu me radhë. Dhe ti kur ti çelësh këto artikuj, do t'i çelësh për qarkullues, sepse do t'i shesësh, do t'i nxjerrësh në treg, do t'i blej klienti, ndërsa për aktivitetin tënd si biznes i ke për afatgjata, se ti këtë tavolinë që e bleve sot ka një normë amortizimi, të cilën do ta llogarisësh vit pas viti, derisa ti bëhet vlera zero që nuk punon më. Nuk parandodh që ti bëhet shpejt vlera zero aktiveve, por sepse secila nga aktivet afatgjata ka dhe normë amortizimi. Për shembull, ndërtesa e ka 5%, ndërtesa amortizohet 5% në vit. Që do të thotë, nëse kjo vlera sot është 5 milion, vlera ndërtesës sot është 5 milion të reja, vitin tjetër do të jetë 4 milion e sa, sepse do t'i aplikohet 5%, që se në një vit kjo u dëmtua, ka ndodhur një lloj dëmtimi, ka ndodhur një punim, një diçka. 20% e ka në inventaret ekonomike. Në inventaret ekonomike, ja do ta shikojmë tani tek aktivet afatgjata. Në inventaret ekonomike futen këto aktivet afatgjata, pra që kanë një gjatësi. Dhe 25% e kanë pajisjet kompjuterike. Kur ti do hapësh një biznes dhe do blesh një kompjuter, do ta çelësh si artikull afatgjat dhe do të vendosësh normën e amortizimit, që është 25%. Shkojmë tek nuk e di nëse janë qarta për pjesën vajza, është e qartë tani për shpjegimin që mos të kaloj direkt. Vajza, është e qartë tani për shpjegimin e artikujve afatgjat dhe afatshkurtër që mos të kaloj tek çelja e artikullit pa e kuptuar. Po, si ta mendoni?